Kur ndodhi kjo katastrofa, vjedhja zgjedhjeve ne, informacioni ne na ka ardhur kështu në atë periudhë, në rrethe, se s'kishte televizioni, nuk kishte informacion si tani që të jetë kundër rrjetet sociale, televizionet të tjera të pavarura. Çdo gjë ishte në televizioni shtetëror apo jo. Dhe linja partijake, domethënë. Vjen informacioni erdhi kështu që nuk është faji i Partisë Demokratike, është faji komisionerëve socialistë, të cilët në një moment caktuar bën kurthin dhe utërroqen se paramenduan domethënë humbjen. Dhe për këtë arsye ato utërroqen. Dhe në moment që komisionerët socialistë utërroqen, kam parë skena domethënë të vërtet të rënda, shoh unë domethënë aty nga mesnata erdhën kutitë e para, se atje numërimi bëhen në çdo qendër votimi, nuk ishte si tani që është kolektiv. Prit që të vinin disa kuti nga dropulli, mungonin, nuk po vinin, domethënë te komisioni, atje ku duhet të dorëzoheshin. Të nesër e ka sjell njëri, e kishte futur në bagazhin e makinës kutinë dhe ka sjell vajti bri dhe gjumi në shtëpi, edhe sjell kutinë ta dorëzonte te komisioni. Shikoj unë Partia Demokratike fituese në dropull. Po atje që një buri nderuar, domethënë kandidat për deputet, që Berisha donte ta diqte, e hoqi nga zonë e tij nga Tepelena dhe e pruni Gjirokastër. Po, në momentin doli Berisha dhe nga kontrolli. Po, pra. Edhe filluan gjithë besonin që Partia Demokratike kishte fituar dhe në dropull, e kupton? Në dropull ishte pamundur, domethënë, ne s'kemi struktura në dropull. Po, për kaq, po mos harrojmë që në atë periudhë ishin 6% sidomos, të arrestuar atje. Jo vetëm ata ishin të prirur përgjithsisht votonin omonje në atë periudhë, si organizatë politike që kishin dhe i kishin 6 veta në burg. Dhe pse ja kishte vështirë, që kishte struktura të trashëguara domethënë nga Partia e Punës. Po është interesante që thua se shiku, pra ishte shiku që qeverisë Shqipërinë. Po, dhe në ato moment do ata u kthye çdo gjë në komedi, po dhe pastaj kur pam këto pamjet e dhunshme, me thënë të vërtetën, unë kam po dhe shumë tjera atje, nuk pa diskutim që nuk i kena aprovuar. Tani vim tek ajo që thot Albatrosi. Çështja është sepse atë po mendoja, këtu nuk ka kërkuar kush ndjes as për këto zgjedhje, por siç nuk u kërkua kur ndjes as për komunizmin, për diktaturën, për vrasjet. Nuk u kërkua ndjes as për zgjedhjet e 2001-shit. I lëm zgjedhjet lokale të 2000-shit, po as për zgjedhjet e 2001-shit, ju e keni parasysh se çfarë u bë. U hoqën mandate me gjykatën e Femi Abdiut, u gjetën kutitë e votimit në qendrat e... Jam dakord me ju, vetëm momentin që i krahason 2001-shin me 97-ën, 96-ën që këtu e gabim. Prit një minutë, dia që do ma thoje këtë. E mendova që rrugës tash këtë do ta them, po koli do më ndryj. Po sa është gabim? Po jo, prit një minutë. Unë e kam fjalën tek çdo lloj shkelje që bëhet, e cila mund të prodhojë, domethënë, mund të prodhojë këto lloj efekte të dhunës dhe të papërgjeshmërisë, se nuk ka tolerim, qoftë edhe një vot të deformohet koli. Ajo të prodhon deformimin e gjithë sistemit. Në këtë sens e kam fjalën. Jam dakord. Po pikërisht dhe ne na prodhua 2001-shi, siç na u prodhuan dhe vitet tjera që ende sot ne nuk po bëjmë dot zgjedhje në Shqipëri që të ketë një konsensus, ta pranojnë të gjitha palët, edhe këtu e di se çdo më thuash, por ta pranojnë të gjitha palët, një minutë, dhe të mbyllim historinë shqiptarëve do të them. Dakor, të mbyllim historinë e zgjedhjeve. Kjo sfida që kemi ne ish demokratët me shqiptarët, kjo sfida është e humbur. Ne i sfidojmë njerëzit, status njerëz janë butallëte, nuk e din çka kanë. Bie dakord që ajo precedenti i 96-s ka qenë precedent që për mendimin tim në një reformë, por në formë tjetër ka deformuar tërësisht sistemin, sepse nuk pati ndëshkime për këtë që nuk pati reflektim nga forcat politike dhe vim tek ajo tjetra. Para disa ditësh, këtu ta kam thënë që ka qenë organizuar një konferencë me shoqatën e prefektëve dhe guvernatorëve evropian në Shqipëri. Më pyet një prefekt francez i cili e njihte historinë e Shqipërisë në majtë gishtave. Dhe më thot, jeni ndar nga bolshevizmi ju në Shqipëri, më tha mua, përfundimisht? I thash, jo, i thash. Më thuaj dy arsye, tha, pse? Formalisht po, i thash, kemi pluralizëm, kemi parti, tjera, kemi ligje, por ne nuk kemi ndar këtu. Ne nuk kemi ndarë në mentalitet. Ku e shikojmë atë? Ajo duket të jap dy elementë siç ja thash atij. E para njëherë është kjo. Ne nuk kemi vrarë akoma Afrikën. Ne para udhëhecit, para shefit, para të madhit, para atij që kemi interes, para punëdhënësit, nuk themi dot vërtetën.